Pra si që pat, sheshi, kjo është kulla. 2.3 milion euro ka harxhu Edi Rama për një gjë që jo vetëm e ka shëmtu Korçën, po nuk I hyn puna as dreqi. 2.3 milion euro nga taksat e shqiptarëve për të kënaqë atë psikopatinë e vet, e egon e smur, që s'do t'ja din se si shpërdorohen taksat e qytetarëve të Korçës. Tani kjo është thujse kot, është një gjë koti këtu në mes të qytetit. Ju e mani men si e ka pas bë atëherë ai që e reklamonte gjitha me radhë. 2.3 milion euro mund t'ishin harxhu për të ndërtuar për t'u dhënë dy bizneseve, për të ndërtuar dy fabrika, për të bërë lëngun e mollës për shembull. Që të mos I hidhnjën prodhimet në kanale, po të shisin lëng mollë ose të bëjnë përpunimin e mollës, se çfarë mund të bëjnë tjetër këta fermerët. Ose mund të ishte hap një fabrik, 2.3 milion euro mund të ishte hap një fabrik tjetër që të punësohesh një 300-400 veta në Korçë. Ka marrë sot nga përmeti në Leskovik 2 qytete të mbaruara, të falimentuara. Isha në Leskovik, gjeta një nan atje, na lova me I vend për aty në mes qytetit për të marrë një kështu pak djath. Edhe më tha e shkreta, këtu tha nuk ka më këm njeriu. Leskoviku I shkatruar, I mbaruar, shtruja 2 rrugë aty me kaldrëme si që kanë bërë këta me rilindjen urbane, dhe vetëm pleq, kalonte në I turisti huj që as blinte, as shiste vera, ja, për shembull ja kam bërë përshtypje, kishte ca bidona verë, 2 litrash më duket, edhe kishte ca tjerë nga këto 0.5-shët. I kam nda, tha, se edhe këta të hujët, kur vin këtu, tha, thonë, duam pak, tha, nuk ta blej kush 7.000 lekë shes këtë bidonin e madh, tha, nuk ta blej kush bidonin e madh, edhe nga turistët e huj, pra këty bumi turistik, të vinte keq të shifje edhe përmetin. Pa njerëz, ca aventurierë që I vinë për qef mos për këto të rafting e për kështu, por nuk ishte asgjë gjë më. Edhe më paralajmëroi nëna atje në Leskovik, më tha, do shofësh Ersekën e mbaruar, por ajo që është më e dhimbshme, tha, ka mbaruar edhe Korça, tha. Nuk ka më, tha, as njerëz, as punë, as gjë. Erdha në Korçë 2 maj, data 2026, pra presupozohet që kishte gjallëri, është e shtu, nuk është e diel. Nuk ka lëvizje thuajse fare. Një përbindësh betoni që ndron këtu, mrapa meje, se po e bëj këtë video në kështu se s'kam mjete tjera. Dhe ka ngel vetëm imazhi I propagandës që bëri këtë. Shkatrosh qytetin e Korçës. Nuk e di korçarët se si e përballojnë këtë, që kanë marrë rrugët e botës. Unë do shkoj edhe te pazari I vjetër, ta shihni dhe pazarin I vjetër, se më kanë thënë që është bë një tjetër katastrofë atje, ekonomike. Po kjo është realiteti, kjo është rilindja urbane që bëri ky, pra futi atë psikozën e vet, harxhoi miliona euro, u vodhën e u shpërdorun, ndërkohë e shpopulloi Shqipërinë, I përzuri njerëzit gjithë nga veni, edhe vazhdon me propagandën e shëmtuar. Mos shihni se si po dalun video tani me telefonin që më ndridhet, po shihni gjërat, sidomos kush është nga Korça, le të dalë të thotë që unë po gënjej tani. Do shihni vazhdimin e videos, se do ju tregoj edhe pazarin e vjetër të Korçës, ku u harxhuan miliona euro, dhe më thanë që e kanë falimentu, edhe e kanë falimentu politikat e kësaj qeverie. Ashtu si kurse, thash dhe njëherë, me 2.3 milion euro që kanë harxhu për këtë kullë këtu, mund të kishën ndërtu një 2 fabrika të llojeve të ndryshme, ku di unë, baxha, gjërat
për të mbledh qumshtrat e blegtorin, majnë punë edhe blegtorin, punsojnë edhe njerëz, ose fabrik prodhimesh tjera, ku diun çka ka pas Korça ose çka mund të bëhet këtu. Po kjo e frutave për shembull, e përpunimit të frutave, 2.3 milion euro mund të ishin bë më shumë se 2 dhe gjithë bujqve nuk u shkonte prodhimi kot, pra krijohej një zinxhir ekonomik i vlerës produktiv. Por nuk do rilindja atë, rilindja do këtë, ja. Do këtë kullën e kuqe, e në gjithë botën sheshi para teatrit nuk zihet, nuk bëhen të shmendurira, shqyqyr që e kanë edhe quhen gjithë në çdo vend botës quhen sheshi teatrit. Tuke na, teatri Anton Zakop Çajupi përballë, siç e pat në fillim të videos, edhe sheshi këtej quhet sheshi kullës kuqe. Nga kulla e kuqe e Korçës, që ka në prag falimentimi total si qytet, ju përshëndes të gjithëve. Atje ishim te kulla, këtu jemi te lagja e vjetër, që shqyr Zotit u bë një investim, u rregullu një lagje, u bë siç është për të qenë, ndoshta nga vetmet nga trallat në Shqipëri. Mirë po e kanë prish se këta rilindasit janë të çuditshëm, harxojnë miliona euro me investime. Shikojeni dyqanet, janë të gjitha të mbyllura përveç këtij këtu, që shet kështu gjëra artizanale. Pse u mbyllën? Më tha kjo zonja që shet gjërat artizanale, ndërsa ju tjerët që e dini që jeni nga Korça do më jepni drejt. U mbyll sepse kishin nxjerrë një ligj që këtu, gjithë kjo lagje këtu që mund të jenë 100 dyqane ndoshta. Hajde cik më parë. Nuk lejohej të shisja si gjë tjetër përveç gjërave artizanale. Gjëra artizanale mund të kishin 3-4 veta këtu, 3-4 dyqane. Ata çfarë bën, ikën tregtarët nga të gjitha këto dyqanet e tjera, kanë shku në qytetit, në pjesën e re të qytetit. Edhe i kanë zhvendosur bizneset atje, tani këto janë të gjitha mbyll, kjo është një lagje fantazm. Kanë harxuar 2.3 milion euro atje që ju a thash, te ajo kulla që është pa lidhje. Edhe ca miliona euro tjera këtu, edhe i kanë përzon njerëzit me veten e vet. Sot jemi me datë 2 maj 2026, ditë e shtu, nuk është as e diel. Kjo është boshja, do ta tregoj edhe vet këtë. Ma jepi çik telefonin, teci pak më shumë. Shikojeni tani lagjen e vjetër të rikonstruktuar. Edhe një punë që kanë bë, e kanë harxhu para, e kanë shkatru, shife. Pra, do ketë vetëm kështu e nxorën ligjin. Tani e kanë heq atë. Ja, është kjo, ishte ajo zonja aty që fola unë çpar. Dhe këtu nuk vjen askush më tani, se nuk vjen biznese ashtu si tu doj shefi këtyre. Njëherë i përzon, njëherë i sjellin, se biznesi do qëndrueshmëri, se krijon klientelën. Ja dhe kafet i keni bosh. Pak ishin ato që ka njerëz brenda. Shihni dyqanet, jepen me qera, shiten, jepen me qera, thon shumica. Ja ku është lagja prap një rrugicë tjetër me dyqanet falimentuara. Kam një zonjë këtu, që e gjeta rastësisht, që po më thot, qa po më thoje për këtë, i shkatrun, i falimentun? U falimentovi pare kot. Pare? Nuk ka pare. Po pse i mbyllën dyqanet këtu? Se s'ka punë, s'ka para. S'ka punë, s'ka para. Po kjo që u nxorën njëri urdhër që ti mbyllin, se s'shesin, ata që s'shesin gjëra artizanale ti mbyllin? Jo, gënjyn. Gënjyn? E dhane për 3 vit, të mos paguan 1 lekë, po? Është të merë të dyqan. Pastaj e kthyen, i thanë për 1 vit, kur e morën ja 2-3 familjarë këtu një dyqane, i thanë për 3 vit. Pra, i ndryshojnë vetë ato, i ndryshojnë njerëzit, i ikin zënë vend tjetër, ndoshta ose ikin fare? Po, ikin fare, u larguan, i dorëzuan cilëset. Është vetëm ai që shet atje, ato janë artizana. Ajo ka dyqane saj, po. Një ka me qira, një ka të sajën, ajo do bëj se zbën, se vetëm ajo është ati. Po, vetëm ajo ka ngel, 2-3 ishin gjithsej. Janë një blidher 20 veta, 2 marrin. Po. 2 blenë. E shkatrun, gjithë të investim këtu. Korça mbarovi pare. Ka marrë gjithë rrugën nga Përmeti, ishtë Leskoviku të mbaruara fare. Thash mos po gjejnë Korçë njerëz, ma keq. Korça ka qenë e dëgjuar, do me thënë dim babandin. Po. Për pazarin. Po, pra, po. Të gjithë shendet.
Ama tani mbarovi fare. Të si s'ka fare. Shkretë të tjerë, atë dyqanet janë 200 dyqane, të tëra më 200 dyqane bosh. Po, ja birja në mbanë të gjithë mbyllë. Nuk po e bëj më tutje këtë videon për të reguzojnë se edhe këta pak njerëz, 3 veta, 4 veta që i shesin këtu, po ta ngjojnë, po t'i shohin që i flasin, vjen u turren mrapa Po ne i blokojnë. për t'i bloku, për t'i falimentu, po. Edhe këta 2-3 veta, në vend që t'u rrin gati, u vën kyçin thot. Edhe ka frikë edhe ta thot, Kam prik. ka frikë ta tregojnë. Po të ndihmoj ty si djalë. Ti faleminderit. Unë Ja, për të thënë të vërtetën e kam bë këtë, nuk është se s'kam asnjë lloj interesi në fakt. Jam Jo, si u nuk kalova këtyre rrugëve këtej. Mendova që do gjej në gjë këtu që ka më keq se sa Kjo është më keq se sa në Leskovik. katastrofë. Të merr. Faleminderit, ty t'nimov Zoti tani. Një shkretë të tjera e madhe. Shkretir që ka. Shkretë të tjera, se vetëm bukë, domate dhe pipeshkave të plot. Asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë. Ku dira i pension? 90.000 lekë. 90.000 lekë është... Sa e ke pensionin? 90.000. 90.000 lekë. 90 ndihmë sociale. Është Ndihmë sociale. se Po e di sa kam ca pensionistë më ndjekin to rrjetet sociale, po janë të smur, janë kështu po i bën e keq. trushplar, edhe thonë jo, thotë është mirë Shqipëria. Kanë prik të klasin. Kam frikë. Kanë Sot prik i të madh. klasin këtë nëna. Ja, ti imagjinoj tash, çfarë mund të bësh me 94.000 lekë? 94.000 lekë ke Ma pension. rilasë Edhe të dira ma thotë kam rrit pensionit unë, pensionet. Çfarë rriti? Më thuaj çfarë rriti. Sa do t'ja usoj gatetëm Qa punë ke pas bë më herët? Kam punuar, po në kone e Mberocës. Po. Kam punuar. Ku do kam punuar, vetëm punë të kisha. Sa vjeç je? 75. 75. Me 94.000 lekë pension në muaj. Unë faleminderit. Ja kalop fëmijët ke që ne. Ty Zotit ndihmoft, Edhe ty të bërt të zotin i shkoft të mbar. Po ta kishim zemrën si se ke ti që shpresh, ashtu ta kishim Shiko, zemrën këta koka. mu më çuditi shumë kjo në fakt. Prita që do gjej në Korç, do gjej më shumë punë, po tu që Ska, jo, mos u mundon. dyqanet e mbyllura. Ja, dyqani Rakos i ka qenë kampion që vinin të tërë për të parë dyqani Rakos. Dyqani Ai Rakos, Nuk funksionon fare. Nuk punon më fare. Ta ngjojnë këto Zënon korçarët të që do më ngjojnë mu. Edhe të roja i Spiro Ragani që i bëri këtë pazar. Kaq të bukur, por nuk e bën bashkia që t'i jap, t'i ndihmoj. Ti ndihmoj. Të merr. E bëri të bukur me pasata, me Ky të gjitha. pse është i famshëm ky që më the ky që është mbyll? Se është 200-300 vjeçar. 200-300 vjeçar. ai Ai atje, po. Ballori. Edhe është tani nuk funksionon më. Jo, Jemi në Korç, shifeni vetë ju që jeni nga Korça që më ndiqni. dirigente. Po. Faleminderit Edhe shumë. Këtu në Stabri Kallsoja, që ka qenë prokurori i Recit, Po. edhe ky e mbylli dije sepse lëshovi me qira dhe e mbylli se E mbylli fare, nuk e mbajtën më. Nuk e mbajtën se Se marrin më qiraxhit, se marrin. po nuk vinte asnjëri, kotë e morën 5-6 muaj ata. Po, Për vëluan gjyna. po. Faleminderit. Asnjë Qofsh gjë. mirë. Shumë Ma do më faleminderit. falë si s'dola me Jo, jo. sepse kam frikë presin. Mos e vritni, mos e vritni. Pensioni s'duhet të ta heq njëri ty, po këto janë kafsh, thuj, po Se hajt. ka problem, ai për te qërano. Po. Çfarë thua ai na ndihni për pensionin? Do t'ja ngrim nga 18.000. As na ngritje. Asnjë gjë fare. Në vend numëron. Marim ilaçet edhe rinre. Mirupafshim. Ja, të gjitha mirë. E shoh, mbyll të gjitha. Ja kanë opsione. Faleminderit, mirupafshim. Vetëm të mira pa. Rrofsh. Shpresoj që ta keni dëgju duke fol. Ja kjo thot lëshohet me qera. Atë nënën. Nuk dilte me fol se kishte frikë. Me heqin pensionin. Me heqte pensionin thoshte e shkreta. Shifeni. Ja kjo është një investim i shkatruar po nga rilindja. I hedhin lekët, vjedhin, ndërtojnë në i gjatë vogël edhe pastaj shkatrojnë po prap vetë. Nga Korça. Kush është korçar, le të futet edhe thot kundërtën këtu ke videoja.